Zgjedhjet parlamentare që u mbajtën me 9 shkurt i fitoi Lëvizja Vetëvendosje, të cilës i takon njëkohësisht edhe formimi i qeverisë. Pas certifikimit të zgjedhjeve nga KQZ, Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, ka caktuar datën 15 prill për konstituimin e legjislaturës së 9 të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Seanca e Kuvendit të Kosovës do të mbahet nesër në fillim nga ora 10. Këtë seancë themeltore të Kuvendit do ta mbajë një deputet më i moshuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe deputetja më e re e Kuvendit të Kosovës, Sala Jashari nga PDK. Por cilat janë pikat e rendit të ditës në këtë seancë konstituive? Formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kvorumit dhe të mandateve të deputetëve, betimi i deputetëve, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, zgjedhja e nënkryetarëve të Kuvendit. 61 vota duhet të jenë për të votuar kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Por e ka këto numra Lëvizja Vetëvendosje, mbetet më pa nesër në seancën konstituive të Kuvendit të Republikës së Kosovës.